Normalisht kjo humbje na vendos në situatë të jashtëzakonisht shumë vështirë, për shkak se ishte një humbje e cila ishte e papritur dhe gjithashtu jemi në situatë ku ne bëm një paraqitje jashtëzakonisht shumë dobët në pjesën defensive, do të thonë mbrojtje si skuadër, mbrojtëm shumë keq dhe normalisht kundërshtari na rrezikoi dhe na shënoi 3 herë, po ishim edhe në situata tjera ku vendoseshim keq dhe kjo është shumë shqetësuese për momentin. Profesor, është aspekt psikologjik apo ndonjë problem tjetër sepse niset ndeshja me një gol të hershëm, ndeshje e cila Shkëndija din t'i vras. Më pas pret portieri Gaje një super mundësi që është një paralajmërim, skuadrat kampione si Shkëndija duhet t'i evitojnë dhe të marrin masë, por ndodhin pranojmë 3 gole. Ne ishim normalisht me mbrojtjen dhe me ekipin më të mirë tonë për momentin, edhe kështu që ne vlerësuam si ndeshje, veçanërisht e potencuam atë se ekipi Bashkimit ka futbollistë cilësor në sulm, por ne fundja kemi shënuar 2 gole, ne kemi pranuar 3 gola, dhe kjo është e patëlërueshme për një skuadër e cila lufton për titullin kampion. Ne duhet ta analizojmë me shumë kujdes me futbollistët bashkë, për shkak se nuk më pëlqeu edhe lufta edhe grinda në përgjithësi se si menaxhohet rezultati, siç e thatë edhe ju pas avantazhit 1-0, për shkak se është normalisht shumë e patëlërueshme që ne të posojmë kësi golash në teto dhe para tifozëve tonë. Normalisht faji gjithmonë është i ekipit, edhe përgjegjësia gjithmonë është e imja dhe ne do mundohemi të bëjmë maksimumin që të rikthehemi përsëri në këto xhirot e mbetur. Si e sqaron faktin që kjo që ka qenë fortesë stadiumi në Tetov në kaluarën, kur Shkëndija edhe zbrite nga kategoria, këtë sezon Shkëndija është bindshëm skuadra më e mirë në ndeshjet si mysafir dhe është humbja e tretë si vendas në Tetov. Asim shumë probleme në lojën Tetov, ndoshta edhe mënyra si luajnë kundërshtarët me kundërsulme në vendos në vështirësi, por ne do të jemi shumë kujdesshëm dhe duhet të marrim masat. Golat që kemi pranuar janë jashtëzakonisht shumë gola të evitueshëm dhe gola naiv dhe ne nuk duhet një skuadër e nivelit tonë të pranoj këto lloj golesh. Normalisht se çdo rezultat negativ sjell edhe problemet e veta, por ne do mundohemi që të rikuperohemi, të flasim me futbollistët, të përmirësojmë gabimet dhe nuk është problemi një ndeshje. Ne ka 2-3 ndeshje që hasim probleme mbrojtjen, se edhe në ndeshjen për kupë hasëm disa probleme se përket pjesës defensive të skuadrës, pastaj kishim edhe situata para 2-3 xhirove, do të thënë, kemi një lloj plagështi, një lloj lodhje dhe shumë futbollistë në repartin mbrojtës marrin vendime të pamatura të momentit.